Gjatë këtij viti kemi realizuar një sër aktivitetesh të rëndësishme që kanë kontribuar në përmbushjen e objektivave tona dhe në përmirësimin e vazhdueshëm të performancës. Në vijim do t'ju prezantojmë në mënyrë të përmbledhur pikat kryesore të aktiviteteve. Sa i përket dokumentacionit për rritjen e gatishmërisë kombëtare ndaj fatkeqësive natyrore janë realizuar këto: miratimi i programit të ushtrimeve dhe vlerësimi i gatishmërisë kombëtare, hartimi i 5 kornizave kombëtare në fushat e parandalimit, mbrojtjes, zbutjes, reagimit dhe rimëkëmbjes, hartimi i dokumentit të vlerësimit të rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, hartimi i 15 funksioneve mbështetëse sipas planit të reagimit kombëtar, hartimi i planit të integritetit, hartimi i planit të performancës, gjithashtu zbatimi i planit të veprimit të strategjisë shtetërore për zvoglimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, miratimi i projektit për themelimin e njësive të reja të kërkim shpëtimit. Sa i përket koordinimit dhe reagimit, Agjencia e Menaxhimit Emergjent përmes qendrave operative emergjente 112 dhe qendrës kryesore operative të agjencisë, vazhdimisht pa ndërprerje 24 orë 7 ditë javës kanë vazhduar me pranuthirrje emergjente dhe i kanë koordinuar veprimet me institucionet relevante, duke reflektuar në rëndësinë e koordinimit dhe reagimit të shpejtë institucional. Siç jeni të njoftuar, gjatë kësaj vere, sidomos kemi pasur një situatë të rëndë, duke përfshirë zjarret, dhe ne do t'ju informojmë edhe me numrin e intervenimeve të përgjithshme, por edhe veçanërisht ato të zjarreve. Njësitë profesionale të zjarrfikës dhe shpëtimit kanë realizuar gjatë vitit 2025 15.137 intervenime. Nga to, 11.466 kanë qenë intervenime në zjarre. Periudha më e ndjeshme e këtij viti ka qenë në muajt korrik, gusht dhe shtator, ku kanë qenë 7.091 intervenime në zjarre. Kemi pasur 320 intervenime në rast vërshimesh dhe thithje uji, 272 intervenime në aksidente rrugore, 2983 intervenime teknike dhe shërbime të ndryshme,